Kapitulli. Oh, sa e dua punën time kur përpiqesh të japësh maksimumin në një kaos të organizuar si në cirk. Ka disa vende pune që janë si një orë zvicerane, çdo pjesë funksionon në harmoni, çdo person e di rolin e vet, çdo detaj ka rëndësi. Dhe pastaj ka vende pune si ai që ti je pjesë e tij ku gjithçka duket si një sken humori, por me stres real dhe lodhje reale. Në letër është një kompani. Në realitet është një ekip që mban një karrocë mbi supe, sepse dikush harron që rrotat janë për të lëvizur mbi tokë, jo mbi koka. Ti mundohesh të japësh më të mirën, por shpesh ndihesh si ai që jo vetëm tërheq, por edhe ngre, edhe zëvendëson, edhe qetëson, edhe përpiqet të kuptojë pse karroca është kthyer përmbys. Menaxhimi i dobët është kur shefi është ulur rehat mbi karrocë dhe bërtet punoni më fort. Menaxhimi i mirë është kur ai ecën përpara teje, të frymëzon, të ndihmon. Por ndonjëherë vendi ku punon nuk ka as këtë dhe as atë. Ka vetëm njerëz të lodhur që bëjnë mrekulli me kaosin që u është dhënë. Dhe aty, në këtë teatër absurd të përditshmërisë, ti vazhdon. Jo sepse ke një ambient pune ideal, por sepse ke përgjegjësi, ke moral, ke ndershmëri. Dhe ndonjëherë ke edhe shpresën naive se ndoshta nesër do të jetë ndryshe. Sepse të duash punën tënde nuk do të thotë gjithmonë të jesh i lumtur me vendin ku je. Do të thotë të duash atë që bën, pavarësisht kush e udhëheq, pavarësisht sa rrotullime bën karroca në ditë. Njerëzit nuk largohen nga puna, largohen nga kaosi që dikush e quan organizim. Fundi i kapitullit.